Ne nuk mendojmë që shkel kushtetuta seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë themelimi i kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Është një gjykim Kur do të thirret seanca, është nuk mund të caktojnë. Po, është një cakton në kryesuesi. Megjithatë për këtë çështje ne marrëm së shpejti do të shkruaj. Është një Ministër A do të ndërmerrni hapa për konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera të politisë? Kjo i përket kryesuesit s'ta vendos. A shkel kushtetuta të tjera në seancës për të shkruar? Ne nuk mendojmë që shkel kushtetuta. Kushtetuta se derivan për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar. Prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025 ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi i kushtetutës tonë, sepse i patëm disa momente edhe vitin e kaluar kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet dhe natyra e proceseve, kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe diskutimi është ka të bëjë lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a do të kryhet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilët dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë themelimi i kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që është interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërtetë. Është një Kur do të thirret seanca, është nuk mund të caktojnë. Po, është një cakton në kryesuesi. Megjithatë për këtë çështje ne marrëm së shpejti do të shkruaj. Është një gjykim i vitit 2025, më saktësisht me 26 qershor, që thotë specifikisht pika 189 thotë se duhet me u konstituu kuvendi i Kosovës 30 ditë. Pas certifikimit. Domethënë nëse nuk mund, çka bëhet? E pse nuk pyet drejtoni gjykatës kushtetuese, apo po e shkel? Mund t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Ai që mendon që është shkel kushtetuta do të. E ju nuk mendoni që është shkel kushtetuta, përkundër që një akt gjykimi i tillë thotë që do të nuk konstituohet kuvendi më rreth 30 ditë. Që mund të zgjasë më shumë se një ditë konstituimi. A kemi diskutuar me kryetarin e LDK-s? Zoti Kurti po do t'ju drejtohet sërish. Si është një të ardhmen kur nuk duhet të lodhemi nga dialogu politik. Do të vazhdojnë përpjekjet për konstituimin e institucioneve tona. Si është një formimin e institucioneve, zoti Kurti. Edhe LDK-s edhe AK-s do të